është bërë gjysma e punës. E plot puna do ishte që asaj të hidheshin e kurat. Përderisa se këta lozën cimacja me minë, këta tallë edhe me qytetarët. Gjykata kundër korrupsionit dhe gjykata kundër korrupsionit, mirë e thash, që ka marrë që ka lënë në fuqi vendimin e pezullimit në detyra dhe të shkarkimit në detyra të asaj. Jo të shkarkimit, pezullimit në detyra, nuk ka bërë gjë tjetër se e ka penguar që të marrë lekë të tjera. Por ajo është zëvendës kryeministre akoma. Pra, ajo duhej me qenë se prokuroria ka prova, ka dokumenta, i ka të tëra, që ajo ka vjedhur. Përse nuk e arreston këtë s'po marrë vesh? Me këtë hallen, se po i lën gjëra për gjysmë. Në qoftë se ajo ka vjedhur zotëri dhe që ata e kanë denoncuar i kanë dhënë pezullimin e detyra dhe masën e ndalimit të dalë jashtë kufive të Shqipërisë, do të thotë që ajo ka bërë një krim. Atëherë ky krimi, përse duhet lënë lirë akoma që të livadhesi? Pse kemi dy masa e dy qëndrime? Pse një djalë që kapet me një cigare hashash dënohet 7 vjet, ndërsa kjo që është zëvendës kryeministre që pas ka imuniteti dhe autoritetin të narri, privilegjet të narri e lirë kjo zonja. Jo zotëri, këto janë veprime që unë nuk e prisja këtë nga gjykata sot. Unë sot nga gjykata prisja që ta thellonte vendimin që kishte marrë dhe të urdhrohej që ajo të arrestohej dhe të vej para bankës të akuzuarve. Po ju si mendoni, pse ka ndodhur një gjë e tillë që janë vetëm këto dy masa shtrënguese dhe gjykata nuk ka shkuar më tej? Presioni i atij palloshit gjatë. Është presioni jashtë dhe akonsmi atij. Ai lufton për jetë vdekje tani, sepse ai e di që po vajti ajo Belinda brenda se ajo ja tha dje par dje, ata ndonjë 8 orë, jo 8 minuta, 8 orë bashkë, që u hëngër në ugrin me njëri tjetrin si qenie derri. Dhe ai e di se që pret po që se ikën ajo, se ajo ka bërë ben, i ka thënë, nuk do më bësh mua dot atë që i bëri babai yt gjyshit tim. Pra shpatat janë zhveshur. S'ka më vend aty për diskutim. Ai tani e mban aty sepse po ku ajo do iki dhe vetë ai me gjithë, se bie qeveria, se qeveria e rënë në fakt qeveria, por ai pra të bën. Kërkon të shpëtoj lëkurën e tij. Në këtë rast ju mendoni se Edi Rama është duke mbrojtur me çdo kusht Belinda Ballukun, duke qenë se 2 pandehurit e tjerë u lanë në arrest shtëpie ditën e sotme? E mbron me çdo kusht, jo, se mbron ai, mbron veten ajo, i bën presion ajo atij. Çfarë presioni? Ajo çfarë presioni? Po i kanë bërë bashkë vjedhjet edhe pistolet të tëra krimet, është bashkëpunëtor në krim ai. Për të mos thënë se urdhëru si ai, prandaj ajo tallet me të tani. Prandaj ajo i thot pallosh i gjatë. Prandaj ajo shfryn larën kur thot populli me të, edhe ai s'ka që bën hiç. A mendoni se në takimin që zgjati prej 7 orësh në kryeministri, Belinda Balluku e ka vendosur Edi Ramën me shpotlla pas muri, apo e ka kërcënuar, apo në këtë rast ka qenë një takim për gjetur rrugë zgjidhjen? E para ka qenë kjo, që hajtë të gjem një rrugë zgjidhje me që e kemi bërë bashkë këtë byrek. Por ajo e ka vendosur, pa dyshim që e ka vendosur me shpatulla për muri. Ajo i ka prova në dorë, i ka fakte, i ka të tëra, i ka urdhat se ajo nuk është budallaq. Dëgjoj, ajo është agente e stërvitur. Ajo është matahari. Dhe si e tillë, ajo ka ruajtur dhe ka rezervuar dhe ka arkivuar prova dhe dokumenta dhe filmime dhe xhirime dhe mesazhe, të gjitha që ka bërë me Edi Ramën, sepse ajo dinte që do vinte kjo ditë. Ajo dinte mirë që kjo ditë do t'i vinte. Dhe është e përgatitur në mënyrë perfekte ajo për këtë ditë. Prandaj trembet ai dhe i vjen anash, i vjen vërdall dhe nuk di nga t'ja mbaj. Ramës tani po i digjet koka. Dhe kjo u arrestua mbasi erdhi zyrtari i lartë amerikan dhe kontaktoi me drejtorin, me kryetarin e SPAK-ut. Kështu. Në këtë rast, a ka nisur një betejë mes Ballukut dhe Edi Ramës, apo akoma janë ato ujëra ku Balluku mund t'i shpëtojë drejtësisë? Jo, Balluku nuk i shpëton drejtësisë, çfarë do që të bëj, kudo që të vej, sido që të cilët Balluku nuk i shpëton drejtësisë, po problemi është që të marrë dhe atë me vete.
lufta bëhet që të marrat me vete, nuk bëhet të shpëtoj ajo, jo. Se ajo e di që nuk shpëton. Po ajo di atë tjetrin dhe i tha që ne do ikim bashkë, nuk e ki vetëm unë, i tha. Ajo thash është matahari në Shqipëri. Ajo i ka bërë të tëra të zeza. Ajo është instruktuar në mënyrë perfekte, se sa djallëzore aq dhe e bukur, dhe i ka siguruar të tëra ato që duheshin me të njëjtat mjete dhe mënyra që i siguronte matahari para 100 ca vjetësh. Ajo është spiune e stërvitur. Dhe ajo ja ka marrë Edi Ramës të gjitha çfarë i duheshin asaj për të mbrojtur dhe për ta marrë atë me vete. Sepse edhe ashtu është instruktuar nga ata që e dërguan këtu. Ajo është agente e shërbimit sekret grek, zotëri. Dhe ajo i ka shërbyer në mënyrë të shkëlqyer sipas ndyrësisë tyre, në mënyrë perfekte desha të thosja, shërbimit sekret grek dhe interesave të larta greke. Mos harro që Edi Rama ka vënë ministër mbrojtje një grek në Shqipëri. Imagjino se deri ku ka arritur tradhtia këtu. Prandaj Edi Rama kësaj tërmet. Edi Rama e shikon që nga Amerika nga thonjtë e FBI-s nuk shpëton dot më. Ka mbaruar ajo punë, shpreh ai kostum. Nuk del dot më nga thonjtë e FBI-s. Bashkë me këtë me turpet që kanë këtu, kanë dhe problemin me Gonigallit, ai Rama ka shumë për të dhënë. Dhe do të japi dhe do vej bashkë me atë femrën, spionën greke, do vej në Burg. Qeveria Cili është fati i Belinda Ballukut në këtë rast, që nga vendimi i gjykatës sotme në vimësi? Do vej në Burg. Kur? Do detyrohet Edi Rama sa ta shkarkoj Edi Rama, dhe do detyrohet ai ta shkarkoj. Se s'ka nga e mban. Kur do ta shkarkoj? Do ta shkarkoj nga zëvendës kryeministre. Se ai është drejtuar gjykatës kushtetuese për të zgjedhur ngërçin. S'ka ngërç aty. Nuk ka shkelje ligji aty. Pa dalin se po e trajtoni dhe ju gazetarët, po e orientoni shumë keq opinionin publik. Zotëri, cili ngërç ka ndodhur? Pa më thuaj? Cili ligj është shkelur? S'ka ligj, s'ka shkelur ligj. As prokuroria, as gjykata nuk ka shkelur asnjë ligj, pse do vende gjykata kushtetuese. Te gjykata kushtetuese shkohet kur ke shkelje të ligjit. Po, drejtat e njeriut, po. Ashtu. Ligj nuk është shkelur, asnjë drejt nuk është shkelur, pse do vende gjykata kushtetuese. Ja themun që tani gjykata kushtetuese do lënë fuqi vendimin e gjykatës apelit, gjykatës lartë e të apelit. Ka mbaruar ajo punë. Nuk ka shkelje ligji, zotëri. Por u kap një hajdut, ju arrestuash, domethënë kjo do merret gjykata kushtetuese me hajdutët. Sa bëni kështu? Në këtë rast, Spaku, ajo është duke ju afruar Edi Ramës, apo do duhet kohë të shkojë deri tek ai? Spaku Edi Ramën e ka në kanistër, e ka në sport. Kur do ta nxjerr të shohim? Duhen pyetur ata. Ditën e djeshme ka pasur raportime në media se SPAK ka pastisur zyrat e Ministrisë së Financave duke kërkuar dokumentacionin si pasojë e një hetimi nisur mbi heqjen e gjobës prej 120 milionë eurosh ndaj Bankës Petroleum. Në këtë rast, a mendoni se SPAK është duke goditur ato pikat e dobta të kryeministrit Edi Rama dhe po e rrethon atë? Po Edi Rama parat që merrte, nga do që kanë shkuar parat kanë dalë nga Ministria e Financave, kanë dalë me urdhrat e ministrave të financës. Kështu që SPAK-u e di mirë ku vetë kërkon. Follow the man. Edhe kjo i zgjidh të tëra. Ndiq paran. Ka që thjesht është. SPAK-u atë po bën, po ndjek parat ku kanë vatur. Dhe në këtë pyetje kemi bërë vazhdimisht. Nuk ne duhet u arrestua, po s'u arrestua Edi Rama apo Belinda Balluku, na duhet ku kanë vajtur 5 miliard dollar, zotëri, të administruar nga Belinda Balluku. Ku janë? Ku kanë vajtur? Se janë. Të gjejnë. Ata e dinë ku i kanë. Për mua kanë vajtur në xhep të tyre, po shteti, SPAK-u duhet të kërkoj, të gjej, të nxjerrin vetë ata, të tregojnë ku i kanë çuar, të dorëzojnë, edhe mbase kush e di u lehtësohet dënimi, por që do vënë në burg nuk bëhet fjalë fare.